ndershëm, pyetja që lexova ishte në gjuhën bosnjake që ka për Riasetit. Unë do të them veç shkurt këtu sqaron në fillim si haxhi është më afër, njerëzit tash përgatiten për haxh, si ka urdhëruar Zoti Xheleshanu, thotë dhe thirrri njerëzit për haxh, do të vinë ty në kamp dhe në kalors me deve të raskapitura që vinë prej rrugëve të larta. Dhe ajeti tjetër që lexova ishte pra ku bën fjalë lidhe me kurbanin, ku Allah i thotë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndaj ti falu dhe prej kurbanit. Siç e dini vllazën, ka disa lloje kurbanave, pra kurbani që është vajxhib, që prej për Bajram, kurbani akika, do të thonë që është kur lethmia, kurbani kur dikush i smund, edhe kurbani kur njeriu e pret parisoj me aplësut Zotin i dëshirë, ose që thot në qëse bëhet kjo punë e prej kurbanin dhe ka me përshme prej kurbanin. Kam thënë para xhumajet pak se me 28 fillojnë ditët e muaj Zulhigje, pra 10 ditë që janë të rëndësishme, kështu që munoni me i shfrytëzu vllazën. Pra edhe kjo është tema e kurbanit. Kurbani prandaj është një shprehje për kushtim, sakrificë, sinceriteti dhe nënshtrim ndaj vullnetit të Allahut gjithfuqishëm. Ky përkushtim dhe nënshtrim simbolizon në mënyrë kulmore vendosmërinë e Hazreti Ibrahimit dhe Hazreti Ismailit, të cilët ishin aq të vendosur për ta quar në vend premtimin e tyre, i cili premtim tashmë e kishte marrë formën e urdhrit të Zotit. Në të vërtetë festa e Kurban Bajramit, në përgjithësi e sidomos fillimi i kurbanit, na e kujton edhe Ibrahimin a.s., baban e pejgamberve, dhe sprovën që ai përjetoi pikërisht rreth kurbanit. Atë, pra bab e birë në sprovë para Allahu Xheleshanu. Hazreti Ibrahimi, për vitet e tëra zemra i sjedjegur nga dëshira për të pasur një fëmijë. Allahu Xheleshanu ju dhuroi një fëmijë kur ai ishte në moshë të vjetër apo të thyer. Dhe ai ju lut Zotit, Rabbi habli min as-salihin fabashshirnahu bi gulamin halim. Ibrahim ju lut, Zotim, dhurom mua fëmijë të mbarë, dhe ne gëzuam atë me si arishin e një djalit të sjellshëm. Me pas me kalimin e kohës, i biri e kaloi femrinë e tij dhe filloi të rënte pas babait të tij. Aq sa e shoqëronte dhe punonte me të. Me një rast kur Ibrahim a.s. vizitoi Mekën, kishte parë një ëndër ku Allahu Xheleshanu e kishte urdhëruar se birin e tij të parë e të vetëm deri atëherë Ismailin, sepse Ishaku akoma nuk ishte lindur, ta bënte kurban. Në fillim ai ishte i dyshimt nëse kjo ishte nga Allahu ose jo. Edhe ditën vijuese ndroi njëjtë si një natë më parë, dhe kuptoi se ajo ishte nga Allahu. E kur të njëjtën ëndër e pa edhe të tretën herë, njëjtën ëndër pa, tashmë ishte plotësisht i sigurt ndaj dhe vendosi se birin e tij ta bënte kurban, se e ditë se këtë ëndër e ka pa për Allahut. Për këtë arsye dhe kjo ditë thirret Yawmun Nahr, që do të thotë dita e therrjes. Megjithatë Ibrahim a.s. këtë urdhër të Allahut nuk deshti që ta realizonte me forcë, por fillimisht i tregoi të birit duke kërkuar që ai të mendohet dhe më pas të njoftohej të atin çka thotoi. Dhe Kurani thot: "Falamma balaga mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbuhaka fandur madha tara." Kur fëmia u rrit, asa ta dimonte atë, pra Ibrahimin a.s. në punë, Ibrahimi i tha: "O birim, unë kam parë ëndër se duhet të flijoj dhe bëj kurban, pra çka thua ti kësaj?" Në anën tjetër Ismaili pa u hamendur fare. Në propozimin e babait e duke ju dorëzuar tërësisht Allahut ju përgjigj: "Ja abati fa'al ma tu'mar." O imat, o babai, vepro ashtu siç je urdhëruar nga Allahu, e mua do të më gjensh në dasht Allahu prej durimtarëve. Ibrahim a.s. ndjeu një kënaqësi të jashtëzakonshme kur vreti se sa i vendosur ishte biri i tij, se ishte në gjendje që edhe dhuratën më të shtrenjtë e më të çmuar jetën ta jepte me kënaqësi për Allahu Xheleshanu. E pra që të dy, atë e birë në kulmin e përkushtimit dhe të sakrificës, dhe Allahut ju vun punës për ta çuar në vend as që u kërkohej.
kur erdhi koha që premtimin të realizonin në vepër, së bashku vajtën në vendin e quajtur Mine. Ibrahimi bëri të gjitha përgatitjet e duhura që të birin ta flionte, mirë po që do kur thika nuk e kryente, nuk e prente pra funksionin e saj, e provoi disa herë, por pa sukses. Dhe për një moment, pasi që Ibrahimi e kaloi provën me sukses, meleku Gjibril, nga sjellja solli një dash, si zavendësim për të birin që donte ta bënte kurban. Ai ka dhurat më të madhe se kjo, e cila erdhi nga ai, te i cili e kishte mbështetjen dhe dashurinë e tij për hir të të cilit vendosi ta flionte kurban. Kjo në Kur'an përshkruhet kështu: "Falamma aslama watalahu liljabin." E kur ata dy ju dorëzuan urdhit të Zotit dhe vuri atë djalin me fytyrën për tokë, ne e thirrëm atë, o Ibrahim, ti vërtet tashmë e përmbushe ëndrrën. Në kështu i shpërblejmë veprimtarët. Kjo me të vërtet ka qenë një sprovë e qartë. Kështu pra, me se ëndrrat e pejgamberëve janë edhe pjesë e shpadis së tyre hyjnore, ata cilët janë të përkushtuar ndaj Allahut, si të tilla dhe i pranojnë dhe rrjedhimisht i realizojnë. Ibrahimi a.s. ka qenë i përkushtuar ndaj Allahut, ndërkaq Allahu nëpërmjet këtij rasti ju ka treguar të tjerëve se deri në çmas pra çka sakrifikohet për Allahu xhaleshanu. Allahu e ka ditë se sa është Ibrahimi a.s. i ndërgjegjshëm dhe i përkushtuar ndaj dhe ja ka parashtruar një sprovim kaq të rëndë. E Allahu xhaleshanu gatishmërinë e të dashurëve të tij e zavendësoi me kurban nga lloji tjetër i krijesave të tij, që dhe ne e zavendësuam atë me një kurban të thellë të madh. Pra Allahu xhaleshanu për këtë meleku Gjibril ja çon një kurban dhe për asaj kohe ka mbet edhe kurbani. I dashuri Allah xhaleshanu dashin e dhuruar e flijoi. Tash e njëjta fik funksionon e saj e kryente normalisht, ndërkaq Ismaili vazhdoi jetën dhe jo vetëm kaq, por do të jetë shkak që me vonë të vjen pejgamberi i fundit Muhamedi a.s. Kurse Ibrahim a.s. do të përmendet si bamirës deri në ditën e gjykimit. Wa tarakna alayhi fil akhirin, dhe ne i lam atij kujtim të mirë në brezat e mëvonshëm, kurse për provimin e dhënë me sukses gjithashtu do të rikujtohet: Selamun ala Ibrahim, kedhalika najzi al-muhsinin, paq e shpëtim gëzoft Ibrahimi. Ne kështu i shpërblejmë veprimtarët apo njerëzit e mirë. Vllazën të ndershëm, e shihni pra në fund edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka prej jo një kurban, po dy ka prej. Sot ka koha ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose nuk e prej as pak, ose e prej në han vet, ose e harrojnë krejt. Pra e lutim Allahun xhaleshanu i cili na ka dhënë mundësi me prej kurbani dhe me fituar sevap të madh. Bile si thotaj, për çdo shime të kurbanit sevap. Vllazën besoni ka vënë në vetë tona hala asnjë kurban nuk është shkruar kush. Nuk deshta me thënë për para një keq, po ju them juve foli me njerë, çoni kurbana, mos këshini me hangër kurbani këtu se s'ke kuj me dhëm. Kurbani 3-5 lyhet me ja dhëm dikuj, me ja çoj dikuj, një pjesë me hangër vetë, ama kuj do me dhëm këtu. Bëni pak apel, dhe t'i çojnë si çdo vjet që i kemi çuar deri tash, ka diku do i kurban, e inshallah Zoti i bën kabull. Çoni se s'keni me rapi çman për kurbana, edhe për evlat, edhe për dëshirë, po bile edhe për prind vetë mund e tiri me i çu kush ka mundësi, mos i lëni se një herë në vjet tash veç Allahu e din çka bëhet deri sot në vjet. E lutem Zotin xhaleshanu që edhe ky vit të jetë me aksion pra i kurbanave me sukses, siç ka qenë edhe viteve tjera, edhe të çojmë çdo vend ku ka nevojë. Allahu inshallah gjithëve na i bë kabull dhe na ndihmon këtë punë inshallah.